rezultatet dhe askush nuk është në gjendje për të përcaktuar si do të jetë ardhmja e këtij konflikti dhe se kush është për të përshëndetur në nismat dhe mesazhet që përcjell aq më tepër kur vjen nga një vend me një peshë madhe, po themi politike, historike, diplomatike, po dhe ushtarake në kuptimin e asaj që në Gjermani janë të instaluar dhe bazat e NATO-s, qoftë në Gjermani dhe në Itali gjithashtu, dhe si tillë ky mesazh tregon në një farë mënyre edhe atë cilët Bashkimi Evropian, po edhe vetë Gjermania kërkon të luajë jashtë kontrollit dhe ndikimit amerikan. Qartë. Mirë, zoti Lezi, për të mbyllur, ndërkaq në samitin e Komunitetit Politik Evropian ka mbritur dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s pra Mark Rutte kur u zhvillua ky samit dhe në një deklaratë për mediat Rutte ka thënë se vendet europiane të NATO-s kanë marrë sigurisht parasysh pakënaqësinë e Shteteve të Bashkuara me kufizime në përdorimin e bazave në Europë për sulmet kundër Iranit. Për të mbyllur, zoti Lezi, mendoni se tashmë po thellohet edhe ndarja mes Shteteve të Bashkuara por edhe vendeve europiane të NATO-s pra për çështjen me Iranin? Kemi parasysh tam pak edhe më parë që kur u krijua NATO, rreziku kryesor ishte Rusia. Rusia në analizën dhe vlerësimin e gjithë rrisjeve të cilët promovuan krijimin e NATO-s, kemi parasysh që përballë kishin një rrezik potencial që ishte Rusia, ku gjithë vendet e Bashkimit Evropian ishin të kërcënuar dhe kjo aleanca ishte e shenjtë në kuptimin e gjithçkajt cilët ishin detyruar palët të kishin një solidaritet vetvete, po kemi parasysh që gjithë konfliktet, sidomos ky i fundit, ka krijuar në farë mënyrë një prishje të këtij kohezioni dhe si e tillë kjo çarje nuk është thjesht vetëm në aspektin diplomatik dhe politik me qëndrimet e ndryshme që i marrin shtetet anëtare të Bashkimit Evropian në raport me BE-n, po ashtu edhe ato të NATO-s. Kemi parasysh edhe deklaratën e fundit sekretarit NATO-s Mark Rutte, i cili në një farë mënyrë tregon edhe rezistencën që i bën NATO, po themi dhe kryesisht Evropa ndaj NATO-s për dërimin e këtyre infrastrukturës saj logjistike, aty bazave që ka SBA dhe NATO në qoftë në Itali, Havana, po ashtu edhe në Gjermani në meny, dhe si tillë nuk merr përsipër që NATO të përfshihet në një konflikt dhe në një luftë jashtë gjeografisë apo jurisdiksionit të saj në kuptimin edhe të nenit 5, i cili nuk është rasti këtu, sepse nuk është një kërcënim i NATO-s ky luftë, po është një nga shtetet të cilët në të drejtën e tij mund të përfshihet si i tillë, po kemi parasysh konflikti nuk është një konflikt i Shtetit të Bashkimit Evropian dhe i NATO-s me Iranin, por është një konflikt gjeopolitik, gjeostrategjik dhe si i tillë vetoja evropiane dhe shtetet anëtare të Evropës ndaj NATO-s dhe SBA-s në një farë mënyrë tregon edhe një largim apo një dobësim i kësaj aleance në raport me qëndrimet që ato kanë. Qëndrimet që ato kanë, qoftë për sa i përket përdorimit të infrastrukturës ushtarake, por edhe për faktin që edhe një lloj dobësie që ka edhe NATO, qoftë në rolin e saj në gjithë arkitekturën e jashtme të sigurisë saj, kemi parasysh që arkitektura e jashtme e sigurisë NATO-s përfshin gjithë vendet jo të anëtare të saj, qofshin ato në lindjen e mesme në paqësor, po ashtu në lindjen po edhe jashtë Evropës. Dhe si e tillë përgjegjësia e ndarjes saj varrës luftës nuk i përket shtetet anëtare, por kuptohet qëndrimet që bën sekretari i mbrojtjes, sekretari i NATO-s, po dhe gjithë shtetet evropiane anëtare të NATO-s, kemi parasysh skepticizmin francez, po ashtu edhe atë pavarësinë gjermane, sikundër edhe një lloj dyzimi të qëndrimeve që ka Meloni ndaj konfliktit dhe mos solidaritetin e Italisë në këtë konflikt, tregon një fytyrë që ka një çarje të cilët vendet anëtare të NATO-s janë shumë të mosbesueshëm ndaj këtij konflikti dhe nuk duhet ta përdorin infrastrukturën e saj logjistike në këto konflikte. Pra janë një ngërsh që kanë një
para histori, nuk është thjesht vetëm i fundit, por gjithë konfliktet që ka pas dhe luftat në linjën e mesme, kryesisht që ka është SBA-ja dhe përpjekjet për ta inkuadru NATO-n, kemi parasysh ato që ndodhen në Irak, historinë e dështuar të Irakut, po dhe në gjithë pranverën e Iranit, në pranverën arabe, ka pas përpjekje për ta përfshirë dhe NATO dhe shtetet saj në kuadrin e një solidariteti bashkëkombëtar në sfidat në luftës kundër terrorizmit e tjerë, por që gjithmonë kanë dështuar ato, sepse janë parë si një ngërë, si një përpjekje e SBA-s për ta futur shtetet anëtare të NATO-s dhe NATO-n tërësisht në këto konflikte. Dhe NATO është para disa dilemash në kuptimin edhe ekzistenciale të saj, kur ke parasysh presionin e pasashëm që bën Trumpi shtetet anëtare për rritjen e përgjegjësive, për rritjen e angazhimeve të saj financiare, dhe ato piskamat që lidheshin me rritjen e GDP-s për kontributin në ara, po share responsibility që quhet ndarja e përgjegjësive për çështjen e sigurisë, dhe si e tillë mund të themi që brenda aleancës kemi disa grup shtetesh të cilët synojnë ta marrin gjallë këtë, por pa prish këtë kohezion, por të tjera që kërkojnë ta përfshinë aleancën edhe në konflikte të cilët nuk janë objekte, ai që quhet NATO me disa shpecie, kemi me disa shpeci, dhe këtu vjen pikpyetje disa gjëra. Rasti i Iranit është një vije kuqe për të, një vije kuqe që në një farë mënyrë kanë gjallë mosbesimin e shtetet anëtare të NATO-s, po dhe vetë NATO-s në tërësinë e saj ndaj qasjes strategjike e SBA-s, por sikundër edhe ka vendosur edhe pikpyetje lidhje me autonominë autonominë e vendeve anëtare të NATO-s, Bashkimit Evropian, autonominë strategjike të tyre për çështjet e mbrojtjes, dhe kjo mund shifet edhe si një me presionit sa diplomatik, sa politik, të cilët i vëjnë këto vendet anëtare të NATO-s ndaj SBA-s, në mënyrë që mos lejojnë që ato të përfshihen duke aksesu dhe duke mundësu përdorimin e infrastrukturës të tyre logjistike në bazat e NATO-s, cilët janë në Bashkimin Evropian, qoftë Gjermani dhe por që të përdoren në bazat amerikane jashtë, në bazat amerikane jashtë, që janë ato që janë linjën e mesme, qoftë Bahrein, Katare, këtu me radhë, dhe kjo do të pasjellë rritë Kosovës. Irani është vija kuqe, po themi i përçarjes midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që janë pjesë e NATO-s dhe vetë NATO-s. Dhe vjet dyshim edhe ekzistenca e NATO-s në kuptimin e si do të jetë armja e saj, dhe ku SBA-ja mund ta përdorë si një mjet, ose paguajnë në këtë rast, ose më pas do të prishet ky kohezion. Është një lloj kërcënimi që i bën, por që nga ana tjetër edhe NATO përmes sekretarit vet reagon që ne nuk është lufta jonë, kjo s'kemi pse ne përfshihemi. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar kënaqësi edhe për mua. Mirë, shikues nderuar, e mbyllim këtu këtë pjesë të parë, kthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek linja e mesme. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku ndalemi ashtu si thash tek lindja e mesme sërish. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë analistin Rei Sheuri. Përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë do nisim me një telefonat që është zhvilluar mes ministrit të jashtëm gjerman dhe homologut të tij iranian Abbas Araghchi, ku është diskutuar mbi zhvillimet në lidhje me programin bërtamor të Iranit, por dhe situatën problematike tashmë që ndodhet në ngushticën e Hormuzit. Fillimisht si e ke parë dhe mendon se rritet roli i Gjermanisë si një ndërmjetës, le ta quajmë pra në krizën mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe sa reale është edhe kërkesa nga ana tjetër që Irani të heqë plot si është dorë nga programi bërthamor? Praktikisht, në që do të referohemi edhe në ngjarjeve të fundit të ndodhura, kemi një eskalim të situatës. Dihej që armëpushimi ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ishte i brisht. Absolutisht, kur kemi të bëjmë me situatat të tilla, kërkohet ndërhyrja diplomatike të gjitha forcave, pra të gjithë aktorët e mundshëm diplomatik. Dhe absolutisht, në qoftë do të referohemi Europës si kontinent, forca më e madhe politike e merci nga ana e vet do krijojë një formë kontakti për sa i përket marrëdhënieve me
Iranin, duke qenë se kemi të bëjmë me një tensionim të marrëdhënieve me SBA, pra SBA-ja është deklaruar që nuk do ofrojë më mbështetje ushtarake për Gjermaninë, po bën tërheqjen e trupave të saj nga bazat në Gjermani, kështu që teknikisht kjo mund të shikohet edhe si një lojë politike nga ana e kancelarit Merz për të krijuar një lloj ure nëpërmjet Gjermanisë edhe Shteteve të Bashkuara, duke përdorur si katalizator Iranin. Kështu që është totalisht lëvizje politike e justifikueshme. Por nga ana tjetër mendon se po vepron dhe Gjermania në një mënyrë të pavarur apo kemi një linjë të plotë tashmë me politikën amerikane? Atëherë ne do të bëjmë një pyetje. Se shumica e opinionit publik janë fokusuar tek konflikti, tek destabiliteti, tek rëmuja që po ndodh në botë në këtë momente. Po sikur ky të jetë me të vërtet plani i Shteteve të Bashkuara. Të duket kaotik, të duket i paparashikueshëm, të duket sikur po merr vendime të nxituara. Do të kemi parasysh diçka që 20% e naftës botërore rrjedh nga Hormuzi. Nga ky 20%, 75% e merr Japonia. 60% e merr Kina. 60% e merr India. 50% e merr Kina, edhe Europa merr një pjesë të konsiderueshme nga Hormuzi. Çfarë do të ndodhte nëse Hormuzi do bllokohej totalisht, siç është në kushtet e tanishme? Qartë. Nafta do bllokohej. Vendet do merrnin vendime të nxituara politike për të shmangur katastrofën ekonomike, sepse ajo që ne duhet kemi parasysh është që nafta ekziston në botë, por është e kontrolluar. Rezervat më të mëdha sot të naftës me një Hormuz të bllokuar i ka Venezuela, i ka Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Venezuela dhe Kanadaja janë direkt në influencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ama ne duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër. Ku do t'i referohen këto vendet botërore me mbylljen e Hormuzit? Naftës amerikane. Pra rritet tregtia me Amerikën, rriten paratë e Amerikës. Vendet kryesorë që marrin benefitet nga Hormuzi janë pikërisht vendet të cilët